si gazetare, qoftë në portalin që disponoj dhe qoftë për televizionin në cilin punoj, nuk është përmendur emri. Personi dhe emri i publikuar si personi i katërt i përfshirë në këtë ngjarje, i publikuar në disa portale, duket se ka sjell acarimin dhe të babait të djalit të përmendur, i cili ka telefonuar dhe ka dërguar mesazhe në drejtimin tim me përmbajtje kërcënuese. Situata ka agravuar një ditë më vonë kur ky televizion lokal ka publikuar një lajm në emrin tim, për figurën time. Vajza nuk e di se sa herë janë të ndryshuar dëshmitë, nuk e di nëse është e saktë që vajza është tërhequr nga dëshmia e saj, nuk më rezulton në fakt që të jetë tërhequr vajza nga dëshmia e saj, pasi me zëdhe me figurë vajza pranon që është abuzuar me të. Unë e kam takuar vajzën personalisht, jam lirshëm, jam futur në ambientet e reanimacionit dhe jam munduar të komunikoj me vajzën, dhe pse ishte e pamundur që me vajzën të flitej, nuk reagonte, nuk fliste, tunste vetëm kokën dhe konfirmonte me sy, apo të shikonte në fakt e të orientuar, e të shoroditur, e shokuar, dhe nuk e di se si në atë gjendje kësaj vajze ishte marrë deklarata dhe kjo vajzë pas ka deklaruar që ka shkuar me dëshirë. Betet e dyshin si situatë,